E për fund vjen pjesa më e dëshiruar nga ju, ato që ju nuk mund t'i thoni, i themi ne. Rubrika jonë e përjashme, të patonat e kësaj jave. E kush bën pjesë në të, i ndjekim tani. Sa të zezat po vinim, do pi presim do sfidim. Ranzat po na mhojnë, këshirën eves po na lin. Prej se lansoi këngën shqiptare Peri Golde G Mon nuk po i ndahet ballinave të portaleve, revistave e gazetave. Bile këtyre të fundit përveç lajmit u shkaktoi edhe trazira. Kënga Pushka e Lirisë, e cila i dedikohet herojt të UÇK-s Zahir Pajaziti, nuk i pëlqeu hiç Serbisë. Ata u ndjen të fyer kur këngëtari në videoklip vret pjesëtar të policisë serbe. Por kjo këngë dhe ky artist duket se nuk urrehet vetëm nga Serbia. Antipatin ndaj Ariana Gushit po kanë edhe bashkëkombasit e tij. Deputetja e LDK-s Alma Lama, e cila ishte njëra ndër protagonistët e këngës shqiptar, në rrjetin Facebook lëshoi një status me përplot kritika për reperin, menjëherë pas reagimit të serbëve. E me këtë gjest, duket se ajo sadopak u shfrye nga mlefi që ja kishte shkaktuar reperi kohë më parë. I want that fly shit, Biggie ready to die shit. See the wrist when I sip, peep how your bitch eyes lit. Pull up. Reperi shqiptar i cili jeton por edhe vepron në Amerikë po vazhdon ta tregoj veten çdo ditë më shumë. 3 muaj pas angazhimit të tij në këngën Karma të Adelina Ismailit, sjell prodhimin e tij të ri. I'll Be Fine titullohet kënga e Gashit, e cila vjen në bashkëpunim me Winnie Chase. I wanted that rollie for me and my homies to shine when you throw in that shit. Nuk e dim kush po fol keq për to, ama aja po ajo që ka mizën mas veshit, ka me marrë vesh së shpejti. Vesa Luma është në përfundim e sipër të projektit më të ri muzikor. Kam vol keq për mu titullohet kënga më e re, cila i përket zhanrit dancehall. Rimat e këngës janë krijim i Vesës, e cila kryesisht i shkruan tekstet e saj, e gjithashtu edhe melodia, përderisa normalisht që muzika është punuar nga Big Basta, sepse është dashur të kontribuojë sadopak, ndërsa videoklipi është realizuar nga On Air FM. Vesa me këtë projekt do ta mirëpres stinën e pranverës, e cila kërkon ritëm dhe pozitivitet. Të kam fol keq për mu, pritet të lansohet në fillim të javës së ardhshme. Zelma Peci na pat premtu që pas vitit të ri do të lansoj një këngë, por ende nuk ka diçka konkrete. Jap se nuk ka. Zelma po don me i befasu kosovarët, e një herët me nis vitin me një projekt veror, gjë që ai që ishte në plan nuk qe i till. Mirë po Zelma, e ka edhe planin B. Mia Wevin, quhet surpriza e Zelmës, e cila pritet të lansohet edhe 2-3 javë. Produkti i radhës nga ajo do të vijë në bashkëpunim me reperin e famshëm suedez Kiano. Kënga është punuar nga grupi Unity Yard No Faces në Suedi, derisa teksti është shkruar nga dyshja dhe do të jetë në gjuhën angleze. Që të dyja kishin vendosur që të ajntën brëma t'i publikojnë këngët e reja. Por Nora Istrefi e qiti hapin e para. Disa minuta para orës 8, ajo e lëshoi në YouTube këngën Siema Lifestyle. E morën vesh që kreatorja Blerina Klokoqi Rogova do të marrë pjesë në ceremoninë Oscars 2015. Jo personalisht, por me kreacionet e saj, të cilat do të prezantohen në trupin e aktorës, këngëtarës e producentes amerikane John Mack, e cila tashmë është bërë kliente e dizenjatorës Klokoqi Rogova. Por nuk është kjo e gjitha. Blerina do të ketë në përkujdesje edhe një tjetër kliente. Ajo është Suzanne Thompson, figurë e njohur e ekranit. Blerina ka treguar për prive se veshjet e 2 klienteve të saj ndërkombëtare janë të koleksionit në rrugë me Blerina Klokoqi Rogovën dhe Botanika e BKR-s. Ceremonia Oscars 2015 që zhvillohet të dielën në LA do të transmetohet direkt edhe në Klan Kosova dhe në T Digital. Kjo ceremoni do të prezantohet nga Alaudin Hamiti dhe Jonida Vokshi, derisa komentues për veshjen e figurave publike do të jetë Niko Komani. Mbrëmja fillon në ora 23:55. Këngë të reja është të përgadit edhe Adelina Berisha, bile ajo po punon me producent të huaj për realizimin e tyre.
2 projekte, ajo i ka besuar producentit Romun Alandin, derisa të tretin e ka me producentët Zep and Chris. Prive mëson se njëra nga këto 3 këngë do të jetë bashkëpunim. Presim të shohim se cila nga këto këngë do të dhezë më shumë dhe nëse këngëtarja në fjalë do ta përdorë si gjithmonë armën e saj të fortë. Miqtë mi të dashur, ishte kjo zëra që kemi përgatitur për ju sonte. Unë jo sërish takim javës së vjen në të njëjtin vend dhe në të njëjtin kohë. E deri atëherë keni kanalin tonë zyrtar në YouTube, gjithashtu edhe faqen në Facebook me emrin Prive Klan Kosova. Paqet një vikend të këndshëm. Natën e mirë.